përmes presionit, friksimit, varësisë ekonomike dhe manipulimit informativ, Serbia po I mban peng serbët e Kosovës, duke I përdorur ata si armë për qëllimet politike dhe interesat klienteliste të Vučićit. Thirrjet për ta votuar listën serbe si garancia e vetme për mbijetesën e serbëve në Kosovë, jo vetëm që vërtetojnë rolin e saj si instrument politik I Beogradit, apo qasjen minuese ndaj sovranitetit të Kosovës, por edhe angazhimin shtetëror kundër të drejtës së qytetarëve serbë për zgjedhje të lira dhe përfaqësim demokratik. Prandaj, neutralizimi I ndërhyrjeve të Serbisë në proceset zgjedhore të Kosovës nuk është vetëm detyrë në shërbim të interesave të vendit, por edhe një kontribut I rëndësishëm për stabilitetin rajonal dhe mbrojtjen e vlerave fundamentale europiane. Në kontekstin e vlimeve aktuale gjeopolitike, kjo detyrë kërkon maturi institucionale, transparencë demokratike dhe argumentim sistematik ndaj partnerëve ndërkombëtar, duke e trajtuar ndërhyrjen e Serbisë, jo vetëm si çështje të sigurisë kombëtare, por edhe si kërcënim ndaj integritetit të proceseve demokratike në Ballkanin Perëndimor. Ka pas ndërhyrje të lloj-llojshme nga shteti I fqinj nga Serbia. Pra, KQZ-ja gjithmonë është përballë me tentativa nga shteti I Serbisë për ndërhyrje gjatë organizimit të zgjedhjeve, e sidomos në pjesën veriore. Këto ndërhyrje kanë qenë të lloj-llojshme, duke filluar nga vetë lista srpska, e cila ka qenë bardhëse e tentativës së Serbisë që të ndërhyjë në zgjedhje, dhe atë duke tentu që kandidatët të cilët kanë marrë pjesë të manipulohen dhe të drejtohen drejt për së drejti nga Serbia. Sidomos ka qenë shqetësuese edhe për Komisionin Qendror Zgjedhor, por edhe për të gjitha organet e sigurisë në Kosovë në atë kohë, ndërhyrja të kandidatët të cilët kanë qenë të partive tjera. Pra, të gjitha ata të cilët kanë tentuar që ta përfaqësojnë popullatën e veriut apo popullatën serbe në Kosovë me ndonjë përfaqësim tjetër përveç nga lista srpske, kanë qenë të kërcënuar, kanë qenë në lloj-lloj forma, janë larguar nga puna, sepse ata kanë punuar edhe në për institucionet paralele, të cilat kanë ekzistuar në atë kohë, dhe janë larguar nga puna, ju kanë ndërprer të gjitha pagesat, janë kërcënuar familjet e tyre, pas raste që kemi pas ndërhyrje dhe atë në sistemin e sigurisë apo në sistemin I cili ka transmetu rezultatet. Nëse nuk e kam haru, më duket që ka qenë viti 2017, kur ka ra sistemi dhe atë ka qenë, është konstatu në një farë forme që ka qenë një sulm kibernetik nga grupe të ndryshme, nuk na është tregu më saktësisht, po është dyshu që kanë qenë grupe nga Rusia, të cilat kanë sulmu sistemin me të cilin janë transmetu rezultatet dhe ai sistem nuk ka funksionu, pra janë shtrembru rezultatet dhe është ndërprer transmetimi I rezultateve. Ndodh me sa më kujtohet edhe në vitin 2025, edhe pse unë nuk kam qenë pjesë e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, po megjithatë publiku tashmë e din, e kemi pa live kur sistemi I transmetimit të rezultateve ka ra dhe është thënë se ka pas një sulm kibernetik. Pra, Kosova jo rastësisht është cak apo objektiv I këtyre sulmeve, dhe kjo në pjesën më të rëndësishme apo fundamentin e demokracisë ato janë zgjedhjet.